Rikthehemi me pamje nga Karagaçi 5, shohim edhe disa statistika të Aminat dhe janë Palokaj ku ishin edhe këshashnues më të mirë në skuadrat e tyre. Palokaj me 9.8 pati Aminat, duke ditur që Aminat vje edhe nga banka, 4 ribande nga Aminat, njashtu edhe nga një asist që kanë të 2 basketbolistët. Pjesa parë u karakterizua sidomos çeregu i dytë ishte i tëri në favor të Yllit, ku fitoi me rezultatin 9-19, kurse çeregu i parë 18-19 janë në plan të parë. Shohim edhe Arben Gorani, dikur ish basketbolist i klubit të PES, një basketbolist dikur në kohët më të vështira të basketbollit të Kosovës. Flasim për basketbollin e para luftës, kur ishte edhe vështirë të luajë edhe të zhvillojë basketboll në Kosovë, shkaku i regjimit të asaj kohe, por sidoqë tjetë jemi tash edhe e gati për nisur edhe çeregu i tretë apo pjesa e dytë, më mirë të themi, PEA që vuajti shumë në sulm dhe ajo rastisht për 20 minuta lojë ka shnuar vetëm 27 pikë, edhe pse ka pasur edhe 10 topa të humbur në 9 dipati brenda 12 minutave të para, për të parë se ato ndryshoi diçka në këtë aspekt skuadra PES. Peshet janë me Çallakun, Wilson, Shoshin, Nesbit dhe Palokaj, se pesha PES me Morsel, Griciunas, Towns, Derisha dhe Ukaj. Janë pasim për Des Shoshi nga Fërsia. Shanol në layup, Des Shoshi. Morsel insiston, shkoj vetë. Morsel një gjuajtje vështirë. Pika 8 për tërë Morsel. Palokaj. 2 minuti pari, çeregu të tretë. Palokaj, pasimi për Nesbit. Nesbit për Shoshin, në ballore, provon gjuajtje, nuk ka pikë sa rave nga Shoshi, brojtje mirë e PES. Towns në tranzicion. Towns heziton në gjuajtje, preferon depërtimi, luajtja për një me Shoshin, Towns i brekullu e shumë. 31-20 në falje. 4-2 çeregu i tretë në favor të PES. Në depërtimi, Wilson ka një teknike, një flop për kë. E duke që në mbrojtje, teknike është dëmë për Marquez Towns, shkaku i flopit, apo simulimit, që të gjyhtari Gjekovic, shumë edhe njën nga përsëritja. Duelin mes Towns dhe Wilson, e Palokaj të ekzekutoj të lirën. Shanan Palokaj në gjuajtjen e lirë. Dhe vinë ta shojnë nga afër. Që s'farë kërkojnë gjyqtarët për të parë. Shojnë kohën, duhe shojnë gjyqtarët sa do tjetë. Po ambedin pasi që u dha teknikja apo për flop të Towns. Tjetë Gjambol dhe shëgjeta është ka PEA dhe posedimi do tjetë me ta. Agresive në pjesën e dytë PEA. Shtari gashë që sa rëmë pipanit edhe arsyen sepse tashmë është posedimi me PEA. Towns. Kandidat tjetër para, Lirot Berisha. Që këthem tomin për Towns. Ukaj, Anja Towns.
Griciunas për Towns. Griciunas. Me forcë. Griciunas. E gjuajtje vështirë, nuk shanon Marcel. Karim për plas topën e kësh. Një sajra dhe Ylli. Arjan Qallaku, koridori krejt i lisë, ma për para Qallaku në bi Griciunas, e edhe shanon. Që vjen pikërisht nga qyteti PS. Qallaku në kjo është edhe pika, apo është, janë pikët e para. Pa dhe 3 rebounde, Towns. Dhe zhuat Amstead për të inkuadrua. Towns, provon në balore për 3, airball gjuajtja. Shpëton topën Qallaku, Palokaj. Për Nesbit, 13 e vërsia Yllit. Palokaj, është Elir Wilson. Wilson nga kjo distancë, provon për 3, shanon! Edhe këtë treshe, Derek Wilson! 31-26, 15 për para Ylli. Pa besueshme paraqitja atyre në sënj. Qfar treshe nga Derek Wilson. Meni janë dojë lojën me një time-out kërë trajneri Krashovec. Towns. Fare efektin e time-outit për e trajnerit e PS. 15 pare janë Musafirit. Towns në zishko pasime për Berisha. Berisha provon treshën. Nuk ka pik Qallaku. Rebound në mbrojtje. Qfar të nxar. Dhe që është dalur. Nuk ka sekundat e aksionit nuk shfaqe në semafor. Kjo të dhartuja e ndalës e lojës nga Gjekovic. Dhe sot të mësohet e të evitohet kjo problem. Ka mundësin tashmë që të dyja peshe të afrohen me trajneret. Apo jo, edhe italian këtë që kashi për prapë se prapë e bëjnë dy trajneret me peshet e tyre. Doja për pak qatë se dhe sot përmirësohet tashmë apo të evitohet problemi me semaforin që është tashmë i fikur i tëri fare.
Vjen tashmë gjyqtarët për ta parë edhe njerë këtë rastin e fundit përpara se të dalej edhe koha. Aksionin e fundit. Ende për të pritur edhe rregullimin e semaforit që vazhdon të jetë fikur i tëre dhe kujtojmë që edhe vitin e kaluar, sezonin e kaluar Peja pati një problem të tillë me semaforin, andaj edhe zhvillon të ndeshjet edhe në Gjakov derisa erdhi edhe semafori i ri. Që të dërhyje tashmë në pjesën e kryqjes së semaforit apo në pjesën e elektrikës që gjendet fare pranë tribunës qendrore poshtë tyre. Edhe me shtelashe pati me sekundat e më pas Telashja vazhdoj me fikën e tërë të semaforit ku nuk mund të shih në mas minutat e mbetura. E tashmë do të jetë rregulluar puna semaforit për ju edhe sekundave. Ndërprerje që ndali disi edhe ritmin e lojës që është i tëri në favor të skuadrës së Yllit që po fiton 4-8 edhe në çerekun e tretë. E tashmë është diçka në rregull edhe me sekundat. Shohim se sa sekonda do të mbesen, më shumë gjatë do të jenë 4 që janë shpenzuar apo jo, do të nisim me 24 sekonda Ylli. Çalako për Palokaj. Palokaj për Çalakon. Çalako rrotullohet, provon shkoj vet, Çalako për Shoshin, Shoshi shënon. Pika 4 të Les Shoshit. 31-28, 17 për para Ylli. Aminat për Da Silva. Në shopin e ftalësi Griciunas, dueli me Les Shoshi. Për cilën lojtar më të talluar të PES në ndeshjen e parë. Griciunas nga vërsia, nuk ka pikë. Palokaj. Pasimi për Nesbit, është i lirë Çalako, do t'jem pikë të leta në tranzicion. Po! Arjan Çalako. 19 për para Ylli. Pra mesueshme paraqitja PES në edhe në çerekun e tretë. 4-12 rezultate në favor të Yllit. Aminat. Pasimi për Griciunas. Insiston Peja tuaj me Griciunas në afërsi, por të ka pikaj. E përmirëson që se zgaboj ka qenë Da Silva. Pas një serie më shumë se 1 minutë e gjysmë pashënuar Peja gjen pikë. Ja shumë sa lejt bank departimi Nesbit. Në çerekun e tretë nuk po funksionon as mbrojtja për Pejën. Deri tash kam planuar 14 pikë. Hot për Da Silva, duelen me Nesbit, mbrojtja mire Nesbit, një top e vjedhur nga Shoshi. Përcjellët tash me Palokaj, një faul i Berishës, Polutak do inkuadrohet. Shohim se në vendin e kujt, në shumë gjatë largohet Les Shoshi. Paraqitjet Tini Toz dhe ti në mbrojtje.
Haku për Palokaj. Palokaj sulmi 1-1 me Berisha, dhe nuk ka pinga Palokaj, tashma kundërzbritje është e ti, pasimi është për Da Silva, krejtë që është pigabuar, Nesbit është fauluar nga Morsel. Berisha largohet Tukaj në vendin e ti. Berisha për 24 minuta. Ka shënuar vetëm 2 pikë nga Berisha, në 7 tentime ka shënuar vetëm njerë, apo ka realizuar vetëm njerë. Malcolm Armstead. Ja shkoj mbi 20, e vërsia e Yllit, ka një faul të Pollotaku në sul. Numrat e hëtë dhe Palokaj si këshashnuesit më të mirë. Aminot. Vizmir hëtë. Pasimi për Da Silva. Gjullet apsira për gjuajt nga Pollotak. Da Silva të ricet prova. Tashma pasimin e thëllësi për Ikpen. Ikme provon të zirë tobin. Morsel. Dudishohet. Aminot për 3. Kjo i duhe i Pejës. Aminot. 13 pikë për të. Malcolm Armstead. Jan Palokaj. Për i vendosën, Pollotak ka faul të Ikpes. Faul 4 të ekipori Pejës. Pollotak, pa pranë Ukaj, Pollotak. Ka vërsia në gjuajt e shumë e vërstyrë nuk shënon Nesbit. Dalet për 2, Nesbit. Asaj nuk gjem pikët, a ka faul në Pollotak jo, këtë zbritën të Pejës. Në cilën Daryl Morsel, provan shkoj vetë Morsel, ka faul të tira do t'jem për të. Provan gjallë në sënë skuadra Pejës. E do ndojloje me një time out Pipan. Morsel. Ta shkrije me 15 e vërsi, një atmosfere i jashtë zakonshme në Karagaqi. Palokaj në pasim për Pollotak. Brojtje një në Pollotakun, Pollotak. Ikpeja në bërë topi. Morsel. Nga pasimi për Ukaj, Ukaj shkon vetë, Ukaj shënon. 39-52. Malcolm Armstead.
Armstead për Çalokun, mashtron mjaft mirë Da Silva, Çaloku provon të shkojë vet, nuk ka faul. Da Silva me rebound në mbrojtje. Pasimi për Marcel. Kërkon lojën për një me Palukën, shumë shpejtësinë Marcel në depërtim. Daryl Marcel. 11 pingaj. Sport 0, seria e Pejës. Palukaj. Lojnë për një me Ukaj. Për cilën Palukaj. Palukaj në Vizmir. Në fund shërben për Malcolm Armstead në balore. Provon për 3. Nuk ka pik. Polutak. Në rebound në son. Çfarë mbrojtje nga Marcel. Por duhet të ndalur. Duhet që ka një faul të Marcel në Polutak. Faul është gjykuar për Da Silvën. Kjo është kontakti. Çaloku. Tavares, Polutak. Armstead. Pasimi për Palukaj. Palukaj për Polutak. Marike. Pasimi për Marcel. Marcel provon shkoj vet. Marcel në bin. Nesbit Gjuardia nuk ka faul, nuk ka pik. Palukaj për Armstead. Armstead për Nesbit. Polutak. Mesin e dy kundërshtarëve. Polutak. Ka shkelur vijë, nuk ka faul. Dhe Shoshi do inkuadrohet. Shojmë atmosferën e Karagocës. Shejojnë së bashku. E mrekullueshme. Të edhe nërvëzuar Aminot Dhe mboj këtë rritëm Flores Peja E barabart Gjithë shka në qeregun e 3, 14-14 Da Silva eziton Gjuaj Kërkon që hapësiren për t'ju afruar koshit Da Silva Me force Në mismesh me Armsteadin Da Silva në Vizmir Da Silva nga vërësia nuk ka pik Provon në jenën e dy Në mundësin e dy dhe shpauluar Da Silva të tira dhe t'jen për të Shanon Da Silva në të parën. Ka bënë të dytën. Nesbit më i lartë për të marrë bakë. Vete në dy shifra vërësia Pejës. E pa në yllët. Jan Palukaj. Palukaj. Rëvan Sulmoj, Palukaj, pasimi rëzikshëm Tavares, më do të tamboj, nuk ka Dajlami në që e vjetë topin. Ja tranzicion në shpejt i Pejës, Daryl Marcel, rëvan shkoj vetë. Vendos që është e Nesbit, jo e regull, pingën pranojnë për Marcel. 13 pik për Daryl Marcel, çfarë mbrojtje nga Aminot. X-faktori lojës e Pejës sonte. Do e marrë me një tjetër time-out, Pipan që të tjeti dyti me radhë. Loja që ndale me time-out në yllit, pas time-out të tjeti Gjuardia lirë për Daryl Marcel.
gjojt e lirë do t'jenë për Daryl Morsell, 24-52. E Barësia Yllit 11-0 seria Pejës. Jan Palokaj. Tavares. Shoshe me njerë provo për 2. Airpol Gjuajtja, Aminot në rebound. Pasimi për para për Morsell. Morsell për Ikpen. Ikpen s'filmon vet. Ikpen! E pare suesh me s'mar ka bërë Tristan Ikpen! Ajajaj, qarë për vlasje topi në Koshkaj. I brek pullueshëm! Palokaj. Çfarë mbrojtje Pejës. Palokaj shkon vet. Ka faul. Nga Ranukaj dy tira do t'jenë për Jan Palokaj. Kërë ta shojmë njën nga përsëritja. Tranzicionin e Pejës dhe për plasën e topit në kosh. Nga Tristan Ikpe, shojmë njerë. Bizlis Shoshi që e vënë në poster. I janë zakonshëm. Qo shkaputje nga Ikpe. Ndalë një seri teje pozitive të Pejës. Jan Palokaj shënon në gjuajtën e parë. 11 pikë për Palokaj. Palokaj nga Aminot 13 pikë, 5 rebounde, një stop të vjedhur. Dënjasës, Gabon Palokaj. Betet në 6 të Barësia e Yllit. Jan Palokaj. Që nuk shënoj në të dytën. Tashma Aminot me topin. Ta Silva. Mate, provon në balore Trishë, nuk ka pikë. Shoshi e rebound në mbrojtje. Palokaj. Ricet prova, Palokaj. Në vanë të fëllëmaj vetë, Palokaj pasini për Nesbit. Nesbit nga Mërësia shënon. Pik 8 në sëshme këto për Nesbit. Në pik, ka dhe 8 rebounde. Ikpe. Që kuar mbedën e qërek do tjetë në Pejën. Daryl Morsell. Morsell provon të filmoj. Morsell ndallet me një apraba gjuajt e për të nuk ka pik Shoshi më i larti për të marrë reboundet dhe kjo është rezultati qëreku të 3, 27-55. Ka dënë që ndroj për para Ylli. Një qërek i 3, 8 në cishëm. Daluari për Yllin. Dërsa dhe Peja 13, Daryl Morsell. 13 ka dhe Aminot. Not për pas 13 pikve. Që ka dhe 5 rebound dhe një asist. Pauze shkurtër për nisër. Që regu 4 për i fërmit. Qenek e 3 që vitua nga Peja 20-17. 8 e Barësia e Yllit pas 30 minutave lojë. Një qenek e 4 dhe i fundit pare me topin e tjenë. Musaferën nga Suareka. Wilson. Palokaj. Pasimi për Nesbit. Ka
Prerja Çalakut, lirohet Wilson, ja pasimisht për të, Wilson provon për 3. I mrekullueshëm Derek Wilson. Pika 13, treshja e tij e 3 në 3 tentime. Prap në 2 shifra përsia e Golden Eagle yllit. Morsell. Sërmon vet, Morsell, në gjuajt e vështirë shënon. Daryl Morsell. 16 pik. Towns dhe Berisha që vazhdojnë pjesën e bong. Jan Palokaj. Nesbit. Shoshi. Shoshi për Wilson. 6 sekunda, Çallaku. Duhet zjedh vetë situatën, Arjan Çallaku, shkon vetë, Çallaku në pasim për Shoshin. Shoshin nga vërsia nuk shënon, as në mundësin e dytë. Ukaj me rebound në mbrojtje, Aminat, pasimi për para për Daryl Morsell. Ka qenë ka një faul në Ikpen. Shoj maner të reqen e Palokajt. Hot për Rivanian. Morsell lirohet. Pasimisht për të. Të jetovi për Aminat që thret aksionin e Raves. Për cilën Hot. Hot ndalet për 3. Netabej shënon Aminat. Sa e madhe kjo treshje Hot. Treshja 3 në 4 tentime. Vetëm në gjarë të vërsia yllit. Çfarë i kthimi Pejës. Wilson. Palokaj. Ane e mbrojtje në Nesbit nga Ikpe. Nesbit. Ane sekund, Palokaj nga kjo distancë. Nuk ka pik, Da Silva. Pej në loj Peja, Aminat. Da Silva. Pak të mbas topin. Asim është devijuar. Wilson ka luajt i fundit dhe tjetë pasadimin e Peja. Kjalla një loja. Edhe ritmi. Angazhimi Aminat është një pashoj sonte. Aminat. Backcourt violation threat gjistari Bunjaku. Jo i bëmenshëm Daryl Morsell. Shojmë anjer. është pikërisht ashtu. Apo jo, e vështirë për ta thënë. Palokaj. Palokaj shkon vetë. Palokaj shënon. Jan Palokaj pika 13. 8 për para ylli. Amin Hot, edhe 7 minuta gjysmë më loj. Hot. Për tullit Da Silva. Daryl Morsell. Morsell. Provon shkoj vetë. Morsell nuk ka pik. E topi ka dalë jashtë. Vendon që fauluar Morsell. Peja luaj pikërisht në Morsellin në aksionet e fundit. Palokaj për Shoshi. Si në rëzikshëm për Wilson. Faul nga Ukaj në Derek Wilson. Tash më ku aksionet të zë që do të zerohen në 14. Faul i parë ekipori Pejës. Marques Towns do inkuadrohet në Datan Berisha bashkë. A do bëj kapiteni hapin e madh për Pejen. Aminat që ullet. A që të shka nga vetja ati. 25 minuta në parket Aminat. Jashtë është arguar edhe Morsell. Palokaj në balore, treshja, Jan Palokaj! Prap në 2 shifra Peja, 11 e vërsia yllit. Time out i Pejës. Javë njerë, me të pranuar topin. Në balore, shënon treshen Jan Palokaj, kosht dhe pika 16 dhe treshja ti e 2. Një pauzë shkutër, do të këtyre pratë.
time-outit të Krashovec. Metodën është Towns, 11 për para është yllë dhe 6 minuta 40 sekonda. Towns të nëmën vetë, Towns të leja, blokohet. Ka qelë Nesbit, Jan Palokaj. Palokaj. Pran Berishën. Që të thënë s'ka Palokaj. Palokaj shkët vetë, di dy letar, një gjuak e vështirë, me tabel. I mrekullueshëm, Jan Palokaj. 13 pik. 52-65. Berisha. Ukaj me këmbë ka nxjerrë topin nga Silva. Topi humbur i Pejës, kjo në viduej vendasve, vërtet ra ritmi i lojës të Peja me inkuadrimin e Towns dhe Berishës. E sidomos pas largimit të Amin Hot. Ashtu edhe në mbrojtje nuk është që reaguan mirë pas inkuadrimit këtyre dy basketbolistëve. Ka faul në Çallakun, jo vetëm. Jo është gjykuar si një faul i Ukaj. Lëktira do t'jem për Arjan Çallakun dhe tash më bëhet gati për të inkuadruar edhe Polutak. Ukaj largohet. Aminot në parket. Ka doan Çallakun në quajtjen e parë të lirë. Shana në të dytën. Aminot. Berisha. Ikpe. Sënuan vet, Ikpe pasimi për Da Silvan. Nëse kontrolon Da Silva për Hot, Hot prova për 3. Tjetër 3 që shkon me tabin nga Aminot. 19 pik nga Hot. Shojmë njerë edhe efekti pas inkuadrimit të Hot. Sa i përket ritmin dhe momentumit të lojës të Peja. Nesbit. Në bënja me Hot, për qëllëm Nesbit. Detrojë duaj prapa me Palokaj. Palokaj, një pasim në tërësi për Polutak. Polutak. Nga fërsia pik peleta për Imran Polutak. Kjep Pingaj. 13 e përsia e yllit që shumë afer parazimit të seris. Mbetër e 5 minuta loj. Ikpe. Pak të mbas topin e kontrolon. Ikpe për Aminot. Për 3-ën e dytë në rad. Aminot! I jashtëzakonshëm. 22 pik Aminot! 5 3-ën e 6 tetime. Ja në pasimi gabuari Nesbit për Polutak. Topi është të Pejën. Çfarë impakti në parket Aminot. Ja pasimi për Berishën nga Towns devijohet, nuk shkon për Dardanin. E vëmendsh në mbrojtja yllit. Ja dhe njerë, fillimisht treshja e parë Aminot dhe kjo e dyta me radhë. I mrekullueshëm Aminot. 22 pik, 6 rebound e 1 asist. Për 26 minuta gjysmë në parket. Marques Towns është fauluar nga Çallaku, kjo është faul i dyti yllit. Të e vëmendshme dy skuadrat sa i përket fauleve Gjiponin e ka qerek të kate. Në shumë të kujdesme për tallim me 3 qereket e kaluar. Towns sulmon me njerë për para, tjetër faul i Çallakut. Një tjetër faul për drejnëtarit e yllit. Se fuar tashmë Pipan, shumë letë mund t'i loja nga dora. Ja, Da Silva. Hot, për tjetër treshe. Jo kësaj radhe, dëshpërthen të Karagaci. Ikpe një punë e mire bërë. Berisha, në valore provon edhe ajo. Da Silva ka një follow-up. Tullio Da Silva. 60-68.
Nesbit. Ja koridori krejt i lirë, më do të mbyllë hapësirën për të Berisha me faul shënon. Jalen Nesbit, vanohet në mbrojtje Berisha. Më mirë themi, vanohet në rotacion në mbrojtje Peja. E në fund, sakrifikohet Berisha. Malcolm Armstead do inkuadrohet. Nesbit që shënon në gjuajtën e lirë, në dy shifra bërësia prapë e hyllit. Se si t'afrohet në një posedim Peja në rezultat. Gjuat Qabaku. Towns. Towns, qanë mbrojtjen, unë bet topin në fund, Wilson që e vjellë. Jan Palokaj. Palokaj shkon vet, Palokaj. Janë e pasim për Polutak. Polutak është fauluar nga Da Silva. Ja, Marcel është inkuadruar. Polutak. Në topi umbëri, skuadrës së yllit, Marcel. Pasimi për Da Silva, kthehet shpejt yllin në mbrojtje, Aminot. Shënon Peja në kundërzbritje, Dardan Berisha. Berisha, sulmon vet, Berisha, nxjerr topin për Da Silva, një siç duhet, e kontrollon Aminot, Aminot për Berishën. Berisha për 3, double i mjet. Më në fund shkon një treshe për Berishën. Derek Wilson. Polutak. Sine për Wilson. Ja, Nesbit provon për 3. Në kopik, Da Silva. Rebound në mbrojtje, Dardan Berisha. Berisha për Marcel. Marcel për Ikpen. Ikpe. Zertobin për Hot. Cëllim Aminot. Anja Rikpe me forcë. Ja, Da Silva është të lirë, ka faul. Nuk pajtohet Derek Wilson. Apo jo, faul është në sul. Apo do vinë të ashojnë gjystarët a njerë. Në më dyshje, dy gjystarët. Gashi dhe Bunjaku. Atë gjikohet se një faul i zakonshëm, më dyshja ishte se atë gjikohet faul jo sportiva, po faul i rëndom si që u dhanë në fillim. 2 minuta e 20 sekonda loj, terën e përfundim. Nesbit. Faul është në mbrojtje nga Marcel. Nuk ka faul e bërdhën më Peja. E për Jalen Nesbit do t'jenë dëgjuajt e të lira. Shënon Nesbit në gjuajtën e parë të lirë. Sakta në dhe dytë e Nesbit. Aminot, 10 e mërësia yllit. 2 minuta, 7 sekonda loja. Ka forcën e duhet Peja. E të bëjnë një rikëthim. Po cëllim Hot. Dardan Berisha. Për Aminot. Janë e pasim në tëllësi. Ka faul në Ikpen. Ky është në faul i fundit që kështë bërdhen lojtarët e yllit. Një personale nga Nesbit. Da Silva. Ikpe.
Berisha provon të filmoj vet. Berisha për Da Silva. Ja Tobi kthehet për Berisha. Berisha provon për 3. Edhe kjo shkon brenda. Ma në fund. Kontribon në sulm edhe Berisha me 8 pikë tashmë. 2-3 këtë çerek. 66-73. Jan Palokaj ndale në gjithë distancë Gjuajla për 2. Jan Palokaj. 20 pikë ngaj. Aminot. Për Berishën. Vjen ndi Nikpe. Për cilën Berishën, provon shkoj vet. Pasimi për Da Silva është devijuar 9 sekonda në aksionin e yllit që shumë afër shtyj serin e çerek finales në ndeshjen e tretë. Ja njerë treshja Dardan Berishës. Pasi që u angazhua tej mase Da Silva për ta mbajtur topin në posedim. Edhe vin tash me gjyqtarit për të parë këtë aksionin e fundit që pretendojnë lojtarët e yllit që ka dalur jashtë. Duke qartë edhe prekja e topit të fundit nga Derek Wilson. Tobi do vazhdoj të jetë me penë edhe për 9 sekonda, është aksioni më i rëndësishëm në ndeshje është për ta. Duke marrë parasysh edhe kohën e mbetur. Ku është edhe 1 minutë e 16 sekonda fillon zbrazet dalë edhe Palestra Karagaçi që pak shpresojnë edhe tifozët tashmë. Ja Berisha nuk arrin të rohet, Nikpe dhe Da Silva. Aminot nga kjo distancë provon treshën. Fajrova nuk shkon, Nespit. Rebound në mbrojtje tashmë Malcolm Armstead. Në mundemi që do të kemi një ndeshje e tretë për të vendosur se ku do luhet. Ndeshja e tretë e çerek finales. Mes PS dhe yllit. Tre ndeshje shkoj edhe çerek finalja. Tjetër ajo mes Vllaznimit dhe Prishtinës. Ja Wilson për të volosur edhe fitoren ju. Jo i bëmen shumë Armstead, Nikpe që merr topin. Veden në Eloj Peja, jo, këtë topi umbur që shuan pëtuaj se zdo gjas për Pejane që të afron më tej në rezultat. Janë e pasim për Polutak i umbur. Eloj që ndalë ta për me një time out nga skuadra Pejes. Dhe 2.3 sekonda, ja lojtari më i dalluar i PS pa dyshim Aminot me 22 pikë, 6 asist, 6 rebound, 2 asiste. Renan Morsel, Nikpe për Berishën, duhet provojnë me njerë Gjuajtjen lojtarët e PS, do shohim sa shumë vonojnë të lirojnë fillimisht. Da Silva. Mbrojtja mirë Armstead në fund arrin t'ja vjen Nesbit provon shkoj vet, por do e mjelin kohën deri në fund lojtarët e yllit që janë fitues të ndeshjes së dytë të çerek finales. Peja 66, ylli 75. Duhet presim në ndeshjen e tretë që do luhet në mesjo për të parë se kur do i bashkohet skuadrës Prizrena se bashkimi në gjysma finale. Një ashtu duhet presim në mesjo se kur do i bashkohet treqës në gjysma finale mes Vllaznimit dhe Sigal Prishtinës. Plasim edhe për lojtarë më dalluar Aminot, më i dalluarit e Peja me 22 pikë, 6 rebounde. Loja mirë nga Morsel me 16 pikë.
E në anën tjetër Palokaj me 20 nga 14 pati Nesbit 13 Eric Wilson. Nesbit për pas 14 pikëve çnuara pati 11 rebounde dhe 2 asiste. Ja për dërduar trokitur edhe tifozëria e skuadrës së PES, edhe pse ata unë poshtën nga ylli në Karagaz dhe ndezën e fishek zjarë për përkrar edhe më tej e për mbajtë moralin e skuadrës së tyre edhe më tej për në ndeshjen e 3. Nga unë Andi Logja, mos u largoni, ka që ishte me komentime për të dëgjuar edhe me pjesën e intervistave. Jemi tash në pjesën e intervistave, fillimisht kam trajnerin e PES, kryetrajnerin Krashovec. Coach, your team didn't play well in the offense in the first half, only scored 27 points. Do you think that was the reason your team not catching the pace, even though you tried in the second half against Uli?
For sure, first was bad defense, and on the other side, terrible offense. We had 18 turnovers today, and our shooting percentages were really low. So that definitely helped Yili to win. Also, coach, you mentioned the percentage. Your team didn't score that much in the paint, but your team insists to try to score, to get the points from the paint, even though the efficiency was very low. Yeah, we missed a lot of layups, so basically we have to now prepare for next game. Okay, thank you so much, coach. Thank you. Ishëm fillimisht me trajnerin Krashovec, ku e pyeta në lidhje me pjesën e parë jo të mirë të skuadrës së Yllit, ku këtë pesë ku ka shunuar vetëm 27 pika, ishte edhe ky faktori që PEA edhe pse provoi të jo afronte Yllin në rezultat të mos arrinte të barazonte apo të kalonte në përsi, ai tha që po në lojë të shumë dobët, sidomos në sulm, por edhe në mbrojtje patëm një efikasitet shumë të ulët në sulm apo në gjuajtje. Janë shto pyeta në lidhje me eficiencën një të mirë apo efikasitetin një të mirë në pjesën e lyer, ku prapë edhe pse nuk ja delin shënonin, ata insistuan të gjenë pikën nga ajo pozita. Ai tha që ne filluam të tentonim të gjenim sa më shumë depërtim apo edhe layup si snihet, por se prapë ishte pa sukses, gjë që edhe ishte edhe ky ndoshta edhe fakti kryesor që PEA që sot mos të siguroj edhe gjysma finalen apo mos të jetë kundërshtari i dytë i bashkimit në gjysmën finale. Për pak çaste do ta kam tashmë edhe trajnerin Pipan, kryetrajnerin e Golden Eagle Yllit. Jam tash me kryetrajnerin e Golden Eagle Yllit, kryetrajnerin Pipan. Coach, do you think the defense was the key for your team to get the W tonight? You held the opponent or PEA only with 27 points in the first half. Yes, you're right. We played much better than our last game at home. Congratulations to players. They did all the best on the court, especially on defense. We stopped their best shooters from outside. We were a little bit better than last time on rebounding. Less turnovers, only 10. It's also okay for us. So, but it's not over. Thursday is another game, so we have to remain humble and keep working on our mistakes, or to maybe to prepare something more for Thursday. Also, coach, PEA tried to come back. They created some momentum, but your team responded very well. Do you think your players wanted more the victory against PEA tonight? Okay, the players showed character in crucial moment. They didn't lose his mind. He played intelligent, clever, and so why we win today. Thank you so much. Good luck on the next game, coach. Thank you. Ishim edhe me trajnerin Pipan, ku fillimisht e pyeta në lidhje me mbrojtjen e mirë të Yllit në pjesën e parë, ku e la PEA vetëm me 27 pika. Ka qenë edhe ai faktori kryesor, ka qenë faktori kryesor mbrojtja. Ai tha që po, por ne treguam edhe një lojë shumë më të mirë për dallime të para, sidomos edhe në sulm. Një ashtu Pipan e çmoi edhe lojën e mirë dhe kujdesin e tyre në mbrojtje, sidomos gjithashtu edhe në sulm. Një ashtu e pyeta edhe në lidhje me në lidhje me mbrojtjen e mirë, por edhe një ashtu edhe pse PEA krijoi disa raste, disa momentume ku mundua të afrojë në rezultat. PEA Ylli u përgjigj me njëjtën mënyrë. Ai tha që po, lojtarët tanë ishin të vërtet të vëmendshëm sonte në ndeshje, dhe një ashtu treguan edhe karakter dhe treguan dëshirë që sot të marrin fitoren dhe për të shtyrë edhe ndeshjen për të njëjtën që është edhe ndeshja e tretë e çerkfinales. Nuk mbet asgjë tjetër nga Karagaqi, vetëm se t'ju falenderoj nga Ona Ndilogja, natë mirë, dhe që nga hënia pa që ne fillojmë javën të mbarë, gjithë mirat, natën e mirë.